Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Shiu që bie këtyre ditëve krijon të llovi edhe në Tetov. Në rrugën 146 ka një rëshqitje të dheut, por rëshqitje të dheut ka edhe në rrugën e Banjës. Kjo me rrugën e Banjës nuk është herë e parë që po ndodh. Ndodh edhe në kohën e Teutarifit, ndodh edhe në kohën e Bilal Kasamit. Pra, nuk është se është ndonjë e planifikuar kjo rëshqitje e dheut, sepse shiut nuk i dihet. Rrjetet sociale dhe tabloidet nga Tetova shkon aq larg mbrëm sikur për çdo gjë lidhur me këtë pjesë të rrugës i ka fajt dikush më përpara jo Bilal Kasami. Diçka edhe qëndron, por edhe diçka nuk qëndron. Për këtë momentum tash, kush është në pushtet ai ka fajt, sepse vërtet gjatë mandatit të Teutarifit u rindërtua komplet rruga e Banjës, por tash jemi 4 vite pas. 2 herë radhazi Bilal Kasamit i rëshqiti, pra kjo është herë e dytë. Teutës 1 herë. Por tabloidet tetovare të yshtura nga lakmia materiale që ofrojnë menaxhmenti pushtetarëve aktual i turën vend e pa vend kryetarllëkët të asaj kohe të Teutarifit. Por te rruga e Banjës ndikues është edhe faktori Vismajor, pra fuqi e lartë. Kryetari aktual, Bilal Kasami, unë me llogaris ekspert për çdo gjë. 2 herë deri tash munduat të vi në binar efiksitetin e mirëmbajtjes së rrugës së Banjës, por nuk ja doli. Nuk ja doli. Pra, përveç faktorit njëri, ndërtuesit dhe fituesit të tenderit, është edhe fuqia Vismajor. Askush serioz që është nuk akuzon Kasamin për rëshqitjen e mbrëmshme. Por njësoj nuk duhet akuzuar Teutarifi për këtë epizod për rëshqitjen e dheut mbrëm me datën 07/01/2026. Pra ekziston një problem real. Tender pa ekspertizë reale, firma që nuk kanë kapacitet për mure mbajtëse, media lokale që shërben interesat të pushtetit aktual dhe megjitha ekspert katundi që flasin më shumë se sa gjeologët dhe inxhinierët. Pra, tu është i përzir faktori njerëzor, ndërtimi, tenderimi, mbikëqyrja, është i përzir faktori natyror Vismajor dhe nuk ka bazë logjike për linçim politik selektiv. Pra, sa ka faj njëri, s'ka faj tjetri, sa s'ka faj tjetri, ka faj tjetri, kështu po qarkullohen muhabetet kot. Rruga mbetet e pakaluar edhe sot. Vërshimet vazhduan edhe gjithandej nëpër Tetov. Të rreshut e shiu në rajonin e Pëllovet kanë bllokuar rrugë dhe kanë nxjerrë lumit nga shtrati. Pra, ka pasur rëshqitje të dheut, mirë po ka pasur rëshqitje edhe tek rruga që dërgon në fshatin Xherm. Në fshatin Xherm, thanë nga komuna e Tetovës, është stabilizuar situata, ndërsa në rrugën e Banjës në Tetov jo. Në rrugën e Banjës në Tetov jo. Kur jemi te rrugët, koridori 8 u bë gati se si seriale turke. Punimet për koridorin 8 në autostradën që lidh Maqedoninë e Veriut me vendet fqinje dhe në vitin 2025 hasën e sfida të shumta. Pra, tash për na del problem se te rruga Trebenish-Qafën, ku siç deklaroi kryeministri, një pjesë ku kalon rruga është e mbrojtur nga UNESCO. Unë kam reaguar edhe më herët, por do reagoj edhe tash për këtë në Trebenish-Qafën. Deri për të arritur atje ka edhe 2 vite. Pse qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk angazhohet që ta zgjidhë? Kur të vi atëherë vetëm të punohet. E jo kur vi atëherë të presim edhe 2 vite. Pra, dikujt nuk i konvon që të përfundoj kjo rrugë koridori 8. Koridori 8 është jetik për pjesën shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Përveç koridori 8 jetik për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut është edhe Kodra e Diellit, si dhe rruga Prizren-Tetov. Pra, dikujt i pengon kjo që është duke ndodhur me zhvillimet lidhur me këto rrugë. Të dalim pak te kryeministri Mickovski, i cili nuk e fton ministrin Limani këtyre ditëve në hapje të çerdheve gjithandej në Maqedoninë tjetër. Është pra përzierje kompetencash dhe mbi gjitha është problem politik dhe institucional. Formalisht, kryeministri nuk e shkel ligjin duke marrë pjesë në promovime, koshtësh. Është shefi ekzekutiv dhe mund të promovojë politika qeveritare, por problemi lind në momentin kur anashkalohet ministri i resorit, se radhë e Fatmir Limani, ftohet vetëm zëvendësministri nga radhët e partisë së kryeministrit, krijohet përshtypja se projekti është pronë politike një krau jo e institucionit qeveri. Kjo nuk është thjesht protokoll, por mesazh politik. Çfarë po ndodh realisht
Në Maqedoninë Perëndimore, në pjesën shqiptare, nuk ka filluar asnjë kopsht, as çerdhe, si doni quheni, të rindërtohet e të mos flasim të hapet. Njëra e cila duhet të hapet në të ardhmen është problem lidhur me të punësuarit. Ministria është kompetente, jo kryeministri, për hapjen e çerdheve. Politikat për koshte, licencimet për kuadër dhe menaxhimi bien drejt për drejt me Ministrinë e Politikës Sociale. Duke mos e ftuar ministrin, kryeministri e minimizon rolin institucional të ministrisë, e zhvendos meritat tek vetja dhe njerëzit e vet, krijon hierarki partijake mbi hierarkinë shtetërore. Unë do kisha thënë edhe diçka tjetër. I vije rënd Fatmir Limanit të shkojë atje, pasi në Maqedoninë Perëndimore në pjesën shqiptare nuk ka filluar kur gjë. Unë e them. Kryeministri citon disa deklarata. Pra, përmend të kaluarën, për shpejtimin e ndërtimit, licencimin e kuadrit dhe politikën profamiljare. Janë pra të gjitha këto kompetencë dhe punë e ministrisë, jo e zëvendës ministrit dhe as e kryeministrit në mënyrë direkte. Kur ministri mungon, për flasin të tjerët, kemi uzurpim narrativi, jo bashkëqeverisi. Çfarë sinjali jep kjo? Se partneri qeveritar trajtohet si dekor, jo si martës përgjegjësi. Se projektet përdoren për marketing partijak, jo për llogaridhënie institucionale. Se qeveria në praktik po barazohet me një parti. Pra, nuk është shkelje ligjore klasike këtë që po e bën kryeministri, por është shkelja e etikës institucionale, përzierje rolesh dhe sinjal i qartë i centralizimit të pushtetit dhe përjashtimit selektiv. Pra, kjo duhet quhetur me emër marginalizimi i ministrit dhe instrumentalizim politik i projekteve publike. Vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej, më në fund ju kujtua edhe BDI-s të reagoj lidhur me rritin fetar që u bë me spërkatje mbi automjetet e policisë. BDI-a kërkon përgjegjësi. Sqarim të menjëhershëm publik se kush e ka autorizuar këtë veprim, me çfarë baze ligjore dhe me çfarë qëllimi, përgjegjësi institucionale për çdo zyrtar që ka lejuar ose nuk ka parandaluar përdorimin e hapësirave dhe mjeteve shtetërore për rituale fetare. Duhet thënë edhe shkurt edhe shqip. Është institucioni MPB-ja e cila thotë do ndërmarrim hetime. Okej, shohim se deri ku do arrin. Mirë, po kjo është vërtet shkelje e lirisë fetare dhe institucionale. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.